para gjumit, i bashkan duhet kështu si ndoa, edhe i lexon këto 3 sure, Kul hu Allahu ahad, Kul a'udhu bi rabbil falaq, edhe Kul a'udhu bi rabbin nas. Pastaj fryn në duart e tua, kështu, frym pa pështym. Pastaj e fërkon trupin tanë sa të mrin duart. Për shembull, nuk ki nevojë me bë kam në gjuhë e me prek edhe kamt, jo, veç sa mrin duart e fërkon trupin tanë. Pastaj i bashkon apet duart, edhe lexon Kul hu Allahun, Kul a'udhu bi rabbil falaq, Kul a'udhu bi rabbin nas. Pastaj fryn duarve tua, pastaj e përsërit. Pastaj i bashkon apet e përsërit 3 herë këta, edhe e fërkon trupin tanë. Kjo është një prej traditave që e ka bërë Rasulullah alayhi salam, e si gjithmonë traditën e Rasulit alayhi salam ka herë të madh në gjumin tanë, të mirat tanë, në rujtjen prej shejtanit, në shnetën tanë, gjithçka. Dikush ka mundësi me thonë, a ban mi fry para se me lexu, e tani me lexu suret, edhe kjo ban. E dikush nëse pyet, a ban 3 suret me lexu ka 3 herë, pastaj në fund ose në fillim, a ban? Edhe kjo ban me lejen e Allahut azza wa jall. Ama ajo para që përmana menojmë që është më e saktë me lejen e Allahut azza wa jall. Allahu azza wa jall baftë që me pas gjumë të lehtë, o mësoft Allahu azza wa jall me pushon gjumën e ju me kanë më të fuqishëm në rrugën e Allahut azza wa jall.